Pini një gotë lëng qepe para se të flini dhe do i thoni lam të mirë këtyre problemeve. Lëngu i qepës është një pije jo shumë e prapur dhe me shumë gjasa, për shumicën e personave është e padëgjuar. Ky lëng ka një përdorim të rëndësishëm mjekësor falë vlerave të jashtëzakonshme që ka ajo për shëndetin e njeriut. Me siguri, ideja e të pirë lëng të tillë as nuk ju vjen ndërmend, por nëse vuani nga problemet e rrugëve të frymëmarrjes, ai do të bëhet një nga aleatët tuaj më të çmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Do të sjellë një sër përfitimesh të rëndësishme për ju dhe mbi të gjitha do të lehtësojë një sër problemesh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse shqetësoheni për shijen ose për aromën, këtë çaj mund ta kombinoni me kanellë, mollë për më shumë vlera të rëndësishme. Vlerat e lëngut të qepës janë vërtet të shumta. Ajo përmban nivele të mira të fibrave, vitaminave B6, flavonoideve, kalciumit, magnezit, gjithashtu kaliumit, selenit dhe fosforit. Elementë të tillë do të luajnë një rol parandalues kundër inflamacioneve dhe do të sigurojnë një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj, citon Healthline. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i lëngut të qepës? Lëngu i qepës ofron përfitime të mira duke u zjerë në ujë 4 kokra qep në 2 litra ujë, dhe më pas pasurohet edhe me produkte të tjera dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu edhe fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Përbërësit e qepës ndihmojnë me vitaminën C dhe largojnë toksinat e dëmshme nga organizmi tuaj. Ato përmbajnë aminoacide dhe ndihmojnë në nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme nëpërmjet urinimit. Lëngu i qepës është i mirë për shëndetin e zemrës. Sipas të dhënave, konsumi i lëngut të qepës ndihmon në parandalimin e mpikjes së gjakut dhe një nga arsyet kryesore të shfaqjes së komplikacioneve të tjera të zemrës. Ky lëng ndihmon dukshëm në uljen e niveleve të kolesterolit në trup, një armik i madh i shëndetit të zemrës. Shtimi i lëngut të qepës në dietat tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të veçantë ushqyese për shëndetin e përgjithshëm dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Lëngu i qepës është i mirë edhe për personat me diabet. Lëngu i qepës do të luajë një rol të rëndësishëm në trajtimin e diabetit. Sipas të dhënave, mineralet që përmban lëngu i qepës do të përmirësojnë gjithashtu aktivitetin e insulinës në largimin gradual të sheqerit nga gjaku. Së dyti, flavonoidet e lëngu i qepës do të ndihmojnë në uljen e niveleve të larta të glukozës të njerëzit e prekur nga diabeti tipi 2. Shtimi i lëngut të qepës në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve dhe në rritjen e rezistencës së organizmit tuaj. Lëngu i qepës është i mirë gjithashtu edhe kundër problemeve të kollës. Përmbajtja e sulfurit tek lëngu i qepës ndihmon edhe në shpërbërjen e sekrecioneve dhe lehtësimin e kollës. Kësaj ky lëng rekomandohet shumë për problemet e rrugëve të frymëmarrjes dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi i lëngut të qepës në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë kundër shqetësimit të astmës. Lëngu i qepës shërben për të parandaluar dhe për të trajtuar probleme të tilla siç janë astma, sepse është e pasur me flavonoide. Ai qetëson muskujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe gjithashtu përmirëson situatën tuaj. Lëngu i qepës është një produkt fantastik edhe në rritjen e vlerave tuaja të imunitetit. Pirja e rregullt e lëngut të qepës i bën mirë imunitetit. Ai është i pasur me vitamina C, të cilat luftojnë bakteriet dhe viruset. Nëse jeni i sëmur dhe konsumoni lëngun e qepës, do të vëreni gjithashtu një shërim të shpejtë të organizmit dhe një rigjenerim më të mirë të tij. Shtimi i lëngut të qepës në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë edhe për sistemin tuaj tretës. Fibrat, falë edhe elementëve ushqyes që gjenden te lëngu i qepës do ta bëjnë tretjen tuaj më efektive dhe gjithashtu edhe më të lehtë. Fibrat do të përmirësojnë kështu lëvizjen e zorëve dhe do të nxjerrin jashtë bakteriet e tyre. Lëngu i qepës është i mirë edhe për peshën tuaj trupore duke ju ndihmuar të arrini kilogramat që dëshironi.
Flavonoidet që gjenden te lëngu i qepës përmirësojnë metabolizmin dhe ndihmojnë në dukshëm në djegjen e yndyrnave të tepërta. Në këtë mënyrë, konsumi i vazhdueshëm i lëngut të qepës do të ndihmojë dukshëm në shëndetin tuaj edhe kundër këtyre shqetësimeve. Flokët dhe lëkura juaj do të përfitojnë nga vlerat e lëngut të qepës në përditshmëri. Vitamina C te lëngu i qepës do të stimulojë formimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E shmang dëmtimin nga ekspozimi ndaj radikaleve të lira ultravjollc. Mineralet nga ana tjetër janë shumë efikase edhe në parandalimin e akneve dhe forcimin më të mirë të shëndetit tuaj të flokëve. Shtimi i lëngut të qepës në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të imunitetit dhe më pak komplikacione të tij. Lëngu i qepës është i mirë për shëndetin dhe një i rritur mund ta bëjë pjesë të rëndësishme të dietës, duke e konsumuar me kujdes dhe brenda rekomandimeve të duhura. Për të përgatitur lëngun e qepës, mund ta arrini atë duke marrë disa përbërës të thjeshtë. Qepa duhet të zihet me gjithë lëkurë në një çajnik për 5 minuta. Një kokër qep me 1/2 litri ujë ose 2 kokra qep me 1 litër ujë. Mund ta ndani në copa ose ta zjeni të plotë. Pas zjerjes mund të shtoni gjithashtu mjalt dhe limon për të pasuruar më tej shijen. Gjithashtu mund ta konsumoni sipas nevojës, por është e rëndësishme që nëse merrni medikamente të caktuara kundër problemeve, duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj përpara se ta shtoni lëngun e qepës në dietën tuaj ditore. Qepa është një nga perimet më të mira për shëndetin e njerëzit. Qepët janë ndër ushqimet më të përdorura të kuzhinës, e cila mund të ofrojë edhe një sër vlerash për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Në këtë video, sipas Step 12, do të rëndisim disa nga vlerat kryesore që do të merrni nga përdorimi i qepës në të mirë të shëndetit tuaj. Qepët janë të pasura me lëndë të mira ushqyese. Qepët kanë vetëm pak kalori, por janë të mbushura gjithashtu me vitamina dhe minerale. Ato do të përmbajnë nivele të mira të vitaminës C, e cila forcon sistemin tuaj imunitar, duke ndihmuar kështu në përthithjen më të mirë të hekurit. Janë një burim shumë i mirë i vitaminave B6 dhe folatit, të rëndësishme këto për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe funksionin më të mirë nervor. Shtimi i qepëve në dietat tuaja ditore do të përkthehet edhe në një mbrojtje më të mirë në përmirësimin e shëndetit të zemrës. Konsumi i qepës mund të ulë riskun e sëmundjeve kardiovaskulare. Ato kanë nivele të mira antioksiduese, gjithashtu edhe antiinflamatore, që ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe të triglicerideve. Si dhe qepët ndihmojnë organizmin tuaj edhe në lehtësimin e punës së zemrës dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi i qepëve në menun tuaj ditore do të përkthehet edhe në rregullim më të mirë të niveleve të sheqerit në trup. Për ata që vuajnë nga diabeti ose janë në risk, qepët mund të jenë aleate të vlefshme të shëndetit të tyre, duke i dhënë kështu organizmit edhe një mbrojtje më të mirë dhe lehtësuar problemet e njëpasnjëshme. Shtimi i qepëve do të rregullojë funksionin e pankreasit, gjithashtu edhe atë të zorrve, duke rregulluar nivelet e sheqerit dhe duke përmirësuar përthithjen e glukozës në trup. Qepët janë të mira gjithashtu edhe në forcimin e shëndetit tuaj të kockave. Qepët luajnë një rol të rëndësishëm për kockat tuaja, në luftën kundër komplikacioneve dhe në rritjen gjithashtu të rezistencës së tyre. Ato ndihmojnë në reduktimin e niveleve të stresit oksidativ dhe rrisin kështu dëndësinë tuaj kockore, duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen e masës kockore. Shtimi i qepëve në dietat tuaja ushqyese mund të mbajë larg bakteriet. Qepët kanë veti të fuqishme antibakteriale dhe përbërësit e tyre si quercetin janë veçanërisht efektive në neutralizimin e bakterieve të dëmshme që mund të shkaktojnë infeksione dhe inflamacione të organizmit. Shtimi i qepëve në dietat tuaja mund të përmirësojë shëndetin e zorrve. Qepët janë një zgjidhje ideale për të përmirësuar tretjen, janë të pasura me fibra dhe prebiotik, të cilat janë thelbësore për funksionet e shëndetshme të zorrve dhe arrin këmbjen më të mirë të bakterieve të stomakut. Ato përmbajnë probiotik, të cilët ndihmojnë në procesin tretës, reduktojnë inflamacionin dhe sjellin gjithashtu përmirësime të dukshme të organizmit tuaj. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.